Të nderuar shikues se ju adhurues të basketbollit, vazhdojmë maratonën e transmetimeve direkt nga palestra Sezai Suroi në Prizren me duelin e fundit çerekfinal të Kupës së Ligës së Parë Keku Borea, të cilët do të luftojnë për të u kualifikuar tutje në gjysmëfinale, ku dihen tashmë edhe 3 ekipet që janë kualifikuar: Sollova, Canhasi, Plana, Mollaliu dhe Syla tek skuadra e Keku. Startojnë Bojku, Shala, Qeku, Qorović dhe Kasapolli tek skuadra e Boreës. Topi parë në duart e skuadrës së Kekut. Sollova për Canhasin. Njerë këtë dyshë bashkë. Kemi blokad aty ndaj Planës, i cili me gjitha të lufton. Edhe njerë Shala. Nuk ka pikë nga Qeku, gjithsesi Qorović Boreës. Sollova debërton, arrin të realizon kapiteni skuadrës më i lartë në kërcim. Dhe nisë sulmin e skuadrës. Vijnë pikët nga pasimi. Do të vjen edhe një tjetër tentim për treshe. Realizon Shala kësaj radhe. Niset Sollova. Edhe njerë nga ana e kundërt e pam. Bukur Elshoja top për të realizuar do t'jetë. Edhe vjen e gjuajtjes së lirë Angel Sollova. Një shkëputje lehtë në rezultat tashmë teksa debërton në arritje dhe gjuan që sësi vazhdon sulmi. Hasanaj do të tenton për 3 pikë, realizon edhe një tjetër treshe. Më mirë skuadra e Kekut e pam treshën e Sulejmanit, i cili ndalet edhe me faul. Shojmë gjuajtjen. Bojku nuk qëlloj, e merë dhe njerë kërcimin. Tjetë edhe Bojku bukur i haruar nën kosh. Sollova dhe gjuan për treshe, realizon Angel Sollova. Bukur e gjenë koridorin e debërtimit Hasanaj. Nisën shpejt në sulm Pejanë, të bukur e pom Syla. Edhe njerë qëllon 4 kodën e Canhasit. Nuk Sanaj duke tentuar për 3, nuk qëlloj. Në anën tjetër arrin shkan deri në fund finalin e Superkupës së Kosovës. Dhe nesër presim të kemi një super ndeshje teksa 33-29. Aksioni bukur në anën tjetër, shpejt përgjigjet Borea. Një topit të Hasanaj kthehet nga 1-1 ti, dëbërtim fantastik i Elon Hasanajt. Hasanaj edhe njerë dëbërtim bukur, fenomenal. Hasanaj 6 gjuan për 3 pike, edhe njerë i saktë është Hasanaj. Dalet tupin të Zeneli që të gjuan për 3 pike, realizon. Bujku e gjenë dëvërtimin bukur. Sollova bukur e gjenë Zenelin, i cili me ngulitje e mbyll aksionin. Shojmë asistimin e bukur të Sollovës për Zenelin. Rujtje fantastike e Hasanajt që shkan deri në fund, realizon. Shojmë edhe një mbrojtjen e Hasanajt që e vjedh topin dhe arrin të qëllon edhe pikën e 21 të tij, ndërsa kemi tashmë time-out të kërkuar. Dhe shojmë Tema gjuan nga gjysmë distanca, e vjedha top Mollaliu kundër sulm Sulejmani, realizon sekundat e Mollaliu. Bukur tek Syla, i cili realizon. Njerë Hasanaj, edhe njerë është i sakt. Treshja e 4 të ti
pika e 24 në tërsi. Nuk arritja Qeku të pranon ato, gjithsesi vazhdo sulmi skuadrës së Boreas, edhe një tjetër treshe. Sollova do gjuan për 3 pikë nga një largësi e madhe. Sollova dalet në gjysmë distancë edhe njerë i sakt jep energji. Se në anën tjetër i Boreas që do gjuan për 3 pikë. Bojku do gjuan për 3 pikë, realizon Ermal Bojku. 4 skuadra që luajnë në gjysmë finale. Pra Broken Cable Prizreni takohet me Istogun dhe Drita do të takohet me Borea në 2 ndeshje që do të zhvillohen nesër direkt nga kjo palestër. Pra të ndërruar shikues, vazhdojnë transmitimet maratonike nga palestra se Zai Suroj në Prizren me Final Four-in e femrave dhe Final 8-in e meshkujve. Femrat nesër nga ora 19 do të luajnë në finalen e madhe pra PA03 dhe bashkimi